A duhet të vizitojmë të Varrezat? Kjo është një gabim që ne e bëjmë ditën e Bajramit, që i lam anash të gjallët e orientohem në drejtim të Varreza. Nuk do të thotë që vizita e Varreza është e ndaluar, mos keq kuptohemi, ajo është e lejuar. Mirë, po ju në ditën e Bajramit fillimisht shkojmë te Varrezat e pastaj të vim te familja. Dhe ditën e Bajramit ta kthejmë në ditë mërzie piklimi. Dita e Bajramit është ditë gëzimi. E ke realizu agjerimin e muajit të bekuar, një muaj rresht ke agjeru, je fal, ke dhënë zeqat, se dhe zeqatin e ruajnë besimtarët që ta jepin në këtë muaj, ke dhënë sadak, ke lexuar Kur'anin, ke bërë gjitha ato të mira dhe krejt në fund ditën e gëzimit ta kthesh në mërzi, kjo nuk lejohet. Mërzia është aty, po të paktën mos ta shfaqen neve, padyshim që ata të cilët i ka provu Zoti edhe nuk baba, nana vitin e kaluar ka qenë në sufrën e Bajramit, si vjet nuk e ka, ajo padyshim që është një mungesë edhe është një ranë për gjithë secilin evlat të tyre, por megjithatë ne do të bindemi se nuk ka fillu gjithçka me lindje dhe nuk përfundon gjithçka me vdekje. Ne nuk i kemi në trojezat tona, në shtëpitë tona, po do t'i takojmë me një vend tjetër në botën tjetër në ahiret inshallah.